Dje në New York, qeveria e Kosovës organizoi një forum për të tërhequr investime në Kosovë. 2 vjet pas pavarësisë, Kosova ndeshet me probleme të shumta ekonomike dhe me një papunësi prej 45%. Qeveria e Kosovës përfaqësoi në takim nga disa zyrtarë. Ne kemi sot të ftuar nga New Yorku ministrin e ekonomisë dhe financave, Ahmet Shala. Zoti Shala, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje Arben. Përshëndetje. Zoti Shala, synimi i konferencës ishte të bënte të njohur investitorëve të ndryshëm mundësitë që ofron Kosova për investime. Por në këtë moment, Kosova është mes një krize institucionale dhe sipas një raporti të fundit të Transparency International, është renditur mes vendeve me shkallën më të lartë të korrupsionit, me shkallë të lartë korrupsioni, madje më të lartë në rajon. Çfarë garancish ju ofroni ju në këtë kushte investitorëve të huaj? Një vend e bën të sigurt sigurisht legjislacioni i saj dhe funksionimi i institucioneve të atij vendi dhe si të tillë konsideroj Kosova ka bërë hapa të konsiderueshëm në sigurimin e investimeve të huaja dhe natyrisht edhe investimeve vendore, andaj një ndër fokuset e përqendruara të zyrtarëve që përfaqësonin spektrin politik dhe spektrin profesional në konferencën e New Yorkut ishte thjesht që të shpalosim investitorëve potencial amerikan këtë fush faktikisht bërjes së biznesit në Kosovë dhe konsideroj që kemi arritur që të shpalosim gjendjen aktuale, potencialet që i ofron Kosova, si dhe gjithë ambientin për të bërë biznes në Kosovë. Mund të them se kishte një reagim pozitiv nga institucionet e caktuara, qoftë edhe ato ndërkombëtare që monitorojnë Kosovën, si dhe nga investitorë të rëndësishëm të segmenteve të caktuara. Andaj çështjet e ngritura nga pyetja juaj natyrisht që janë një nga sfidat e secilës shoqërie në tranzicion, por është shumë e rëndësishme që qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës dhe populli i Kosovës në bashkëpunim me partnerët tanë janë të përkushtuara për të kaluar çfarëdo sfide që paraqitet. Sa interes pati dje në forum për investimet në Kosovë? Morët ndonjë angazhim konkret? Në konferencë kishte një pjesëmarrje, mund të them, mbi 100 veta, natyrisht që përfaqësues të kompanive të caktuara serioze mund t'i rangonim dikun rreth 30 deri mbase më shumë kompani, shënimet të sakta i kanë ambasada jonë këtu në Washington. Gjithsesi kishte kompani serioze, sidomos në sferën e energjisë, në sferën e telekomunikacionit, në sfera tjera të agrobiznesit, të teknologjisë informative, të sferave të tjera në shërbime dhe konsideroj që kjo është një sukses i ambasadës sonë këtu në Washington dhe i komunitetit shqiptar në bashkëpunim me natyrisht autoritetet e Shtetit Bashkuara të Amerikës, të cilët për herë janë përkrahës të ngjarjeve pozitive në Kosovë. Zoti Shala, cilat mendoni se janë pengesat më të mëdha për një investitor të huaj për të ardhur në Kosovë? Ato janë shpalosur shpeshherë në për anketa të caktuara, të cilat mbase shpeshherë mund të jenë edhe të deformuara varësisht nga mundësia e marrjes së informacioneve, por gjithsesi një ndër pengesat që 10 vite është prezente në Kosovë ka qenë infrastruktura rrugore, ka qenë energjia dhe mbase ende mbeten si sfida tonat, sundimi i ligjit dhe si të tilla qeveria e Republikës së Kosovës i ka marrë në agjendën e saj si prioritete dhe në bashkëpunim me të gjitha institucionet relevante në Kosovë, miqtan dhe sigurisht në mbështetjen e popullit të Kosovës do arrijmë që një nga një t'i zgjedhim. Sigurisht kjo është një periudhë e shkurtër për 2 vjet të gjysmë për të kaluar të gjitha problemet e akumuluara me dekada mbase me vite të tëra, por neve jemi të përcaktuar dhe sigurisht që do të kemi suksese signifikante. Zoti Ministër, në Kosovë me që ju folët për procesin e privatizimit, për procesin e infrastrukturës në Kosovë, privatizimi një institucioni të rëndësishëm siç është Post Telekomi u shoqërua me debate të ashpra në parlament. Ku është sot ky proces? Në çfarë faze ndodhet ai? Arben, debatet në demokraci janë karakteristike mire e zhvillimit të shoqërisë, gjithsesi argumentet pro dhe kundra po ashtu zhvillojnë dhe ndihmojnë progresin për të zhvilluar një alternativë për të transformuar një shoqëri në tjetrën. Tani për tani qeveria e Republikës së Kosovës duke qenë e vetëdijshme se në parlament atë ditë kur votua kishte një dilemë rreth kuorumit apo jo dhe neve kemi kërkuar që ajo të rishqyrtohet dhe një herë duke pas parasysh sensibilitetin e kësaj çështje dhe rëndësinë e saj strategjike për vendin dhe si e tillë sigurisht kam besimin që do të vijë prapë në parlament për të trajtuar në mënyrë besoj më
më të shtruar dhe duke pas parasysh tani gjendjen që është krijuar pas tërheqjes së një pjesë të ministrave dhe mbasi edhe zgjedhjeve të parakohshme, sigurisht që kjo do të pret për një kohë më të qëndrueshme politike. A ka plane të tjera qeveria e Kosovës, plane strategjike për privatizime të tjera të sektorëve të rëndësishëm? Neve tani jemi në fazën përfundimtare, faktikisht përmbylljes me sukses të gjithë pjesës strukturimit të privatizimit të distribucionit dhe të shpërndarjes së energjisë elektrike. Pothuajse është përmbyllur koncesionimi i aeroportit, ndërsa projekti i madh për 600 megawatësh në sektorin e energjisë Kosova e Re, që përfshin edhe një pjesë faktikisht të gjithë instalimeve të Kosovës të Kekut, të Kosovës A dhe B, do të përfundojë në fund të nëntorit, dhjetorit, dhe si tillë neve besojmë që do të përmbyllet diku në pjesën e parë të vitit 2011. Dhe besoj me këtë neve kalojmë një fazë të rëndësishme në transformimin e problemit të sektorit energjetik në sektorin privat dhe detyrimisht neve na fut në fazë të re të hulumtimit për projekte të tjera në sektorin energjisë, sidomos në atë të hidro resurseve dhe formave të tjera të prodhimit të energjisë elektrike konform agendave dhe prioriteteve tane. Zoti Shala, tashmë që janë paralajmëruar fillimi i bisedimeve teknike mes Kosovës dhe Serbisë, në sferën ekonomike, çfarë do të përfshin këto bisedime? Bashkëpunimi ekonomik është një sferë shumë e gjerë dhe neve sigurisht që kemi interes për të kaluar disa nga vështirësitë që janë paraqitur nga pala serbe pas shpalljes së pavarësisë, sidomos në shkëmbimin e lirë tregtar. Është cefta një nga problemet të cilat marrëveshja për tregti të lirë në Evropën qendrore, që Serbia ka bllokuar eksportet e Kosovës për Serbi, në për Serbi, dhe konsideroj që kjo mbase do të jetë tema e cila do të ndihmonte zhvillimin e biznesit lirshëm në region. Ka elemente të tjera të cilat në sferën e sigurisht energjetikës, në sferën e shfrytëzimit të mineraleve në pjesët në të cilat kalojnë ma në territorin definitivisht të Republikës së Serbisë, ndërsa janë në resurset të Republikës së Kosovës si hyrje. Temat të tjera në mbrojtjen e ambientit dhe sigurisht shkëmbimet tregtare do të jenë sigurisht tema të rëndësishme, sikur dy shtete fqinje që duhet të bisedojnë për problemet. Zoti Shala, ju faleminderit. Faleminderit për ju, mirupafshim. Faleminderit.